Po më nejtë qytetarët besoj që e kanë vendosë votën e tyre ndojherë për mes programeve, ajo që ka ndodhur është ne në për studio televizive, në për debate publike, i kem ngrit ato dhe i kem vumë pat qytetarëve, po nuk pres që qytetarët me i lexu ato programe zgjedhore, cilat ishin nga 50 faqe, shumica shkrume në Word. To janë do premtimet kryesore janë... Po nëse ishe premtimet kryesore, pjesa ma madhe është, ato top premtimet kryesore janë, e diçka që e dallon është prej zgjedhjeve lokale të shkurtit këtij viti është gjitha përgjithshme, gjitha partitë tjera janë të mundu me ndjek shembullin e vetëvendosjes edhe me i rrit pagat, shtesat, pensionet. Gjyshja, pensioneri. Nëse shëllë dëkën si partije djathtë, pjesa kryesore e 10 premtimeve apo zotimeve janë që hynë në kategorinë sociale. Okej, mund t'i kthejem dhe të shoj, veç edhe një shpjegim, a janë premtime sociale, a janë ekonomike? Janë sociale, për shkak... Nëse sociale është pranim i fukarallëkut, a mund të më interpretu që ashtu? Ajo që po unë në interpretimin tim shpeshoh që bëj matjeve të sondazheve dhe ato suksesin që ka pas vetëvendosja edhe në shkurt është që me këto politika sociale apo me transferim cash tek pensionist, student, kam rri me majtë ndoshta lartë votën, edhe pse ka një ranje mirë, po nuk janë ekonomike, nuk ka një ajo që komponën për programe. Sociale është nuk premton fort zhvillim. Që është, që shme thonë, paradoksale, nëse vazhdimisht në për studio televizive folim marrëdhëniet me Amerikën që shikemi, marrëdhëniet me BE-n që shikemi, obligimet ndërkombëtare, që ndikon ardhja e Trumpit, you name it, tentojmë vetën me portretizu që na ka vendosin në farë balanci global politik, anonën tjetër, jemi ka folim për rritjet pensioneve, rritjet shtesave për nona, për fëmijë, për gjysh, për gjyshe. Njona poli ka keq. Shiko, unë mendoj që ka një përzirje të ofertës edhe një lloj taktizimi në mënyrën se si i qasen qytetarëve. Rol të rëndësishëm pa diskutim ka leadershipi tek partitë politike në krejt Ballkanit. Nuk është që sovrani ullet analizën programet e partive politike, i bën një përmbledhje tëne, edhe shesë sa janë të arritshme dhe pastaj dele votën. Pjesa kryesore është lideri. Sa t'jep besueshmëri, cila është oferta e tij në kuptimin e mbërthimit të çatij projekti dhe sa përqafohet që tek qytetarët dhe cila është elementi i prekshëm për ta. Çto janë elemente të prekshme, po flasim rroga 13, rritja e pensioneve, pjesa e shtesave për fëmijë, askush nuk është kundër dhe kjo ka elemente pozitive. Pastaj sukseset konkrete në kuadër të politikës jashtme unë i përmenda për cilët në këtë rast kurti mund të ketë avantazhet mëdha që pekin pjesën veriore të vendit, ku ka një realitet komplet tjetër si rezultati i qasjes së tij, dhe kjo është e pranueshme dhe kjo ndikon pozitivisht dhe